Përshëndetje. Meqense sot kam pak më shumë kohë, kam zgjedhur që të gatuaj diçka tradicionale që do më vërtet kohë, por në fund ja vlen gjithçka sepse dalin shumë të shijshme. Në zonën tonë këto quhen petulla kollozheku. Në disa zona quhen petulla të fshira ose petulla në ploç. Ndiqeni videon për ta parë si përgatiten dhe më falenderoni në fund për recetën. Për të përgatitur këto petulla, do marr një tas shumë të thellë, do hedh 500 gram miell gruri, do shtoj një lugë kafeje me krip, jo lugë të plot tamam, siç e shikoni, do shtoj një maj lugë kafeje me sodë buke. Si fillim, do ta përziej miellin me kripën dhe sodën, që të bëhet e një trajtshme. Në fillim do të shtoj 500 ml ujë dhe do vazhdoj ta përziej miellin me ujin. Do të shtoj përsëri 500 ml ujë, sepse masa e brumit, unë kam zënë 500 gram miell dhe 1 litër ujë. I përziejm për rreth 5 minuta që e gjitha masa të marrë të njëjtën trajtë. Tani brumin e kemi gati dhe do fillojmë që t'i bëjmë petullat një nga një. Kemi vendosur në zjarr një tigan krepash. Si fillim do ta lyejmë me pak vaj. Tigani im ka për masat 26 dhe unë e mas me anë të kësaj garuzhdes, por si fillim duhet ta përziej një garuzhde të tillë për çdo petë. E hedh në tigan dhe e përhapim mirë. Tigani duhet të jetë i nxehtë. E shikojmë që anët e kanë lëshuar tiganin dhe mundohemi me një spatull që ta shikojmë nëse është të pjekur. Duket që është pjekur pasi lëviz në të gjithë tiganin. E kthejmë dhe nga ana tjetër petën dhe e lëmë që të piqet. Të njëjtën procedurë do ndjekim dhe me petat e tjera derisa ta mbarojmë të gjithë brumin që kemi përgatitur. Tigani është i nxehtë dhe brumi duhet hapur në këtë mënyrë që të dali peta e një trajtshme e gjitha. Këto petulla e kanë marrë emrin petullat e kollozhekut sepse dikur përgatiteshin në stinën e dimrit. Thuaj për ta marrë dimrin me të mirë që të mos bënte shumë ftohtë. Ne mamina i përgatiste në një tepsi bakri të madhe dhe dilnin shumë të shijshme, sepse në atë kohë nuk kishim tigan të tillë. Në çdo 2 ose 3 peta do ta lyejmë tiganin përsëri me vaj që të mos ngjiten, por jo çdo radhë, në 2 ose në 3 peta. Brumin do ta përziejmë sa herë që të hedhim një petë në tigan, sepse në pjesën e poshtme trashet dhe sipër ngelet i hollë. Pjekja e një pete mund të kërkojë 2 deri në 3 minuta, varet nga temperatura e sobës që keni graduar. Kam mbaruar me përgatitjen e petave të gjithë brumin. Gatimi nuk mbaron këtu. Këtu është kyçi për të përgatitur siç duhen petullat. Do marrim një lugë gjalp. Do ta hedhim në një tigan për skuqje. Pasi e kemi skuqur mirë gjalpin, do shtoj 2 kokra udhër të shtypura brenda në gjalp. Gjalpin e kam gati, e largoj nga zjarri. Tani do përgatis djathin. Këtë djathin e kam bler tek turku dhe është goxha i mirë për të gatuar dhe për të konsumuar. Me anë të një piruni do ta shtyp dhe ta bëj gati që ta hedh mes petave. Dhe tani fillojmë që t'i renditim petat në një tavë. Kam marrë një tavë,
E kam lyer me gjalp si fillim dhe filloj t'i vendos petat një nga një. Tepsia është pak më e madhe se sipërfaqja e tiganit, kështu që do më duhet t'i vendos në këtë mënyrë. Pasi kemi vendosur shtresën e parë të petave, do t'i lyej me gjalp dhe me udhër që i kemi përgatitur bashk. Shtroj dhe një sër me peta përsëri. I lyej me gjalp. Çdo sër petash që do vëm do t'i lyej me gjalp. Pasi e kemi lyer me gjalp dhe udhra, do t'i hedhim djathin sipër. Dhe vazhdojmë përsëri me të njëjtën procedurë. Shtro peta, lyej me gjalp dhe me udhra, dhe pas 2 sërësh, një sër do ta hedhim me djath, derisa t'i mbarojmë të gjitha petat që kemi përgatitur së shtruari. Pasi kam mbaruar së shtruari të gjitha petat në tepsi, do ta pres në copa të vogla. Unë po e pres në formë katrore, ju mund ta prisni në çfarë do lloj forme që dëshironi. Pasi kam mbaruar me prerjen, do ta spërkas me gjalp dhe udhër të gjithë sipërfaqen. Siç e shikoni, tani është gati, do ta fus në furrë. Furrën e kam parangrohur në 200 gradë dhe e kam lënë për 15 minuta pjekje. Është diçka që ta hanë syri, jo më aroma që ka lëshuar. Është shumë e mirë. Është një gatim që mund ta gatuani për çdo festë familjare. Kjo ishte dhe receta për ditën e sotme, petullat e kollozhekut. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe ta provoni ta gatuani në shtëpitë tuaja. Kjo është një recetë tradicionale nga Pogradeci, por besoj se e përgatisin dhe zona të tjera. Faleminderit që ndoqët këtë video deri këtu me mua. Bëni like dhe lini koment se si quhen në zonën tuaj këto petulla. Bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim dhe mos harroni të qëndroni pjesë e këtij komuniteti për më shumë video të tjera. Shihemi në videon e radhës. Mirupafshim!